Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTSH Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Shqipëria arsot kryeqendra e Europës duke mirëpritur për herë të parë në një vend të Ballkanit samitin e Komunitetit Politik Evropian, duke bërë bashk udhëheqjes dhe krerë shtetesh nga mbi 47 vende, mes së cilëve lider të BE-s, NATO-s dhe OSBE-s. Shefja e diplomacisë të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha se vendi ynë ka bërë progres me reforma dhe sipas saj, tashmë është në anën e BE-s për të vijuar me hapat e duhur. Radio Televizioni Shqiptar ka qenë më i balancuari në pasqyrimin e fushatës zgjedhore. Organizata mediatike të mbështetura në raportet e autoritetet të medias audiovizive rendisin në podiumin më të lartë të median publike, duke cilësuar rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar si dritare edhe për partitë e vogla që nuk kanë gjetur minutazh fushate në mediat komerciale. Muzet e Gjirokastrës mbeten objektet më të vizituara në qytetin e Gurtë. Muzeu i Artëve Etnografik apo Banesa Kadare po kthehen në qendra të rëndësishme për nxitjen dhe zhvillimin e turizmit. Vetëm në 4 muaj këto asete kulturore dhe historike kanë mirëpritur mbi 10.000. Pas rrugëtimit 4 vjeçar në shkollën profesionale Thoma Papapano, të rinjt e kanë më të sigurt hyrje në tregun e punës. Ata shprehen të kënaqur nga zgjedhjet që kanë bërë, ndërkohë që apelojnë për ndjekjen e degëve të zanatit. Ju njohim tani më gjërësisht. Shqipëria arsot kryeqendra e Europës duke mirëpritur për herë të parë në një vend të Ballkanit samitin e Komunitetit Politik Evropian, duke bërë bashk udhëheqjes dhe krerë shtetesh nga mbi 47 vende, mes të cilëve lider të BE-s, NATO-s dhe OSBE-s. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha se vendi ynë ka bërë progres me reformat dhe sipas saj, tashmë është në anën e BE-s për të vijuar me hapat e duhura. Vlerësoi progresin e vendit tonë me reforma dhe shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, thekson se vendet e BE-s duan që Unioni të zgjerohet. Mendoj se Shqipëria po bën një progres të shkëlqyer për reformat. Ne duam reforma, sundim të ligjit, ato janë shumë të nevojshme. Dhe kështu, mendoj se edhe për ne nga ajo anë, nga ana e Evropës, duhen bërë hapat e duhur. Ka një moment politik që të gjithë duan që procesi i zgjerimit të ndodhë. Kjo nuk ka ndodhur më parë. Për gazetarët përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme, pjesë e samitit të Komunitetit Politik Evropian, foli edhe për dialogun Kosovë-Serbi, për të cilën tha se pret normalizim. Pak më parë, kemi emëruar sekretarin e posaçëm për dialogun dhe presim normalizimin e marrëdhënieve. Për bisedime në Turqi në lidhje me situatën e luftës në Ukrainë, shefja e politikës së jashtme Kallas tha se Bashkimi Evropian ka përgatitur paketën e 17 të sanksioneve për Rusinë, që sipas saj do të shpallet e do zbatohet së shpejti. Gjithashtu për paketën foli edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Unconditional ceasefire over 30 days. Kërkohet një armëpushim pa kushte, por Putin e refuzoi. Në takime në Turqi, presidenti i Ukrainës ishte i gatshëm të takojë, por duket që Putin nuk do paqe, ndaj ne po punojmë një paketë të re sanksionesh. Në samitin një ditor që po mbahet në kryeqytetin shqiptar, marrin pjesë 47 lider të vendeve dhe organizatave europiane. Zgjedhjet e 11 majit u përcollën për të gjithë teleshikuesit e televizionit publik brenda dhe jashtë vendit për 4 ditë me radhë në RTSH1, RTSH24 dhe në rrjetet sociale. Maratona që erdhi në moton Shqipëria zgjedh 2025 nisi që prej së dielës, kur u hapën kutitë e votimit për të mbyllur në orët e para të datës 15 maj. Radio Televizioni Publik Shqiptar për 4 ditë me radhë ishte në një maraton 4 ditore për të përcjellë pranë publikut shqiptar zgjedhjet e 11 majit, që nga procesi i votimit dhe deri tek përfundimi i numërimit të votave. Në siglën Shqipëria zgjedh 2025, mbi 200 gazetar, operator dhe staf teknik mundësuan një raportim të plotë nga çdo cep i vendit, duke sjellë çdo informacion në kohë reale dhe në mënyrë profesionale. Mirëmëngjes, ndodhem tek Vasilshanto KZAZ numër 36. Jam gati të hedh fletën time të votimit të palosur në kutinë e votimit, të hodha. Minut pas minuti me këtë ditë zgjedhjesh për të zgjeruar në darkë me panele. Gazetari Alban Dudushi moderoi studion e Shqipëria zgjedh 2025 me lidhjet e panumërta të drejtë për drejta dhe analizat e thelluara me të ftuarit e shumtë që u bën pjesë e maratonës në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Çdo zhvillim, ecuria e procesit të votimit, monitorimi nga ndërkombëtarët, mesazhet e politikanëve, debatet për votën e diasporës, si dhe problematikat e ndodhura nga qendrat e votimit,
por edhe intervista ekskluzive nga terreni. Gjetëm pasqyrim live në ekranin e gjithë shqiptarëve. Gjermania në bashkëpunim me Këshillin e Europës ka mbështetur 2 projekte të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nuk donin të shihnim zgjedhjet vetëm në kryeqytet. Stafeta e moderimit i kaloi gazetarit Nolian Lole, që çeli për 3 ditë rresht maratonën e raportimeve me gazetarët nga qendrat e votimit. Ndodhen pranë Komisionit Zonal të Administrimit Zgjedhor numër 27. Gazetarët e shpërndarë në çdo qytet të Shqipërisë ndoqën minut pas minute procesin e votimit dhe raportuan në lidhje të drejtpërdrejta çdo zhvillim nga procesi zgjedhor. Asnjë informacion nuk mungoi në asnjë moment në televizionin publik, fal punës profesionale dhe të palodhur të ekipeve të gazetarëve dhe operatorëve, por edhe gjithë stafit ndihmës të teknikës. Në fakt, doja të konfirmoja nga të dyja shtabet elektorale këtu në Vlorë. Ky proces zgjedhor është i 10-i që unë raportoj gjatë gjithë viteve të punës time. Bashkim e Gramshit është zgjatur ky proces vendimarrje në burgun e Pushkrujës, ku ditën e sotme po vijon procesi normalisht i votimit. Tashmë ka përfunduar zyrtarisht numërimi 30 kutive të para nga 89 që janë gjysejt. Në KZAZ numër 12 tonë në Lezhë. Ditën e sotme ka patur vetëm një reagim zyrtar. Raportimet e drejtpërdrejta të maratonës zgjedhore nga qarqet e Kukësit, Shkodrës, Korçës dhe Gjirokastrës erdhën përmes gazetarëve të redaksive të qendrave lokale audiovizive, të cilët treguan një profesionalizëm dhe përkushtim të njëjtë me kolegët e redaksisë së Tiranës. Tipajnë e lidhemi me një maraton të gjatë. Është në qendrën 3901. Qytetarët e Serikut. Për momentin 422 qendrat e votimit janë të hapura. Në Delvin ka mbaruar procesi i numërimit të votave. Vijon procesi i numërimit të votave. Në qarkun e Gjirokastrës ka përfunduar numërimi i votave. Deri tani dëshmon që shumë shpejt do të marrë një mandat të shtatë në qarkun e Korçës. Ishte fshati i tij që i dha fitoren. Aktualisht raportohet për 64 qytete. Përshëndes nga Korça. Transmetimi, i cili ka përfshirë analiza me të ftuar në studio dhe lidhje direkte nga terreni, i ka ofruar publikut një panoramë të besueshme për çdo zhvillim zgjedhor që prek jetën politike të vendit. I drejtohen qendrave të votimit. Sapo nisi rinumërimi këtu në KZAZ 43. Ndodhen edhe në zonat rurale. Ne jemi këtu te KZAZ numër 36. Përshëndetje, mirëmëngjes nga Lushnja, nga qyteti që ka dhënë një shembull të mirë për sa i përket menaxhimit të zgjedhjeve. Përshëndetje në mirëmëngjes. Sepse jam në njësinë 2 që konsiderohet dhe një nga njësitë më të mëdha të kryeqytetit. Situata në Lezhë vijon e qet numërimin deri në këto momente. Por një kontribut i rëndësishëm i kësaj maratone është ai i shumë punonjësve të padukshëm që nuk dolën përpara kamerave dhe që u angazhuan nga redaksia, kryeredaktor, redaktore koordinator, regjizore teknik transmetimi, montazhiere shofer dhe shumë të tjerë, që me punën e tyre bën të mundur realizimin e lidhjeve direkte, përpunimin e shumë materialeve nga terreni dhe përcjelljen e tyre në kohë reale të gjitha ngjarjeve në ekran. Pjesë e maratonës 4 ditore ishin edhe gazetarët e webit zyrtar të Radio Televizionit Publik Shqiptar, si dhe gazetarët e Radio Tiranës, të cilët përcollën për lexuesit dhe dëgjuesit e tyre çdo informacion nga zgjedhjet e 11 majit. Faleminderit të gjithëve dhe mirupafshim në maratonat e tjera. Radio Televizioni Shqiptar ka qenë më i balancuari në pasqyrimin e fushatës zgjedhore. Organizata mediatike të mbështetura në raportet e autoritetet të medias audiovizive rendisin në podiumin më të lartë të median publike, duke cilësuar rrjetin e Radio Televizioni Shqiptar si dritare edhe për partitë e vogla që nuk kanë gjetur minutazh fushate në mediat komerciale. Fushata zgjedhore i përcaktuar edhe në kodin zgjedhor kërkon televizioneve të respektojnë një mbulim të ekuilibruar, pluralist dhe të paanshëm, e kjo ka ndodhur edhe me transmetuesin publik, Radio Televizioni Shqiptar, që respektoi standardet e gazetarisë profesionale e i qëndroi deri në orën 19 të ditës së votimit, më 11 maj, një shkrim i Reporter.al, ku i bëhet analizë raporteve të autoritetit të medias audiovizive në lidhje me kohën e vënë në dispozicion partive në transmetime gjatë fushatës elektorale, rendi transmetuesin publik RTSH 1 dhe RTSH 24
më të balancuar se mediat komerciale private. Ndonse dy forcat kryesore morën më shumë kohë në transmetime në radio televizionin shqiptar, vlen të theksohet se në RTS1 dhe RTS24 partitë e vogla arritën përfaqësimin me përqindje dyfishore në pasqyrimin e medias publike. Gjithashtu, duke ju referuar krerëve të partive më të mëdha, balanca është ruajtur e pasqyruar në monitorimin e përditshëm të AMAS, ku dy krerët e partive më të mëdha, Rama e Berisha, shënuan 38.1% dhe 32.8% të mbulimit, ndërsa aktorët e tjerë kanë zënë 29.1%, përqindja më e lartë e hapësirës të dhënëzërave alternativ në të gjitha kategoritë e mediave. Gjysmëfinalja e dytë e Eurovisionit 2025 stolli emocione të forta dhe 16 performanca nga vendet të ndryshme, prej të cilave vetëm 10 siguruan një vend në finalen e 17 majit. Të kualifikuara u shpallën Lituania, Izraeli, Armenia, Danimarka, Austria, Luksemburgu, Finlanda, Letonia, Malta dhe Greqia. Finalja e madhe do të mbahet në 17 maj, edhe vendi ynë, i cili garoi në gjysmëfinalen e parë të 13 majit, kaloi për finalen e madhe. Gjysmëfinalja e dytë e edicionit të 69 të Festivalit Evropian të Këngës u mbyll mes emocionesh, spektakli dhe performancash të paharrueshme. 16 shtete konkuruan me këngët e tyre për një vend në finalen e datës 17 maj. Skena e madhe e Eurovision të natës nga votimi i publikut, vetëm 10 shtete kaluan për natën finale, ku do t'i bashkohen 10 shteteve finaliste të gjysmëfinales së parë. Shtetet të cilat kaluan në natën finale janë Lituania, Izraeli, Armenia, Danimarka, Austria, Luksemburgu, Finlanda, Letonia, Malta dhe Greqia. Shtetet e mëdha si Anglia, Gjermania dhe Franca janë tashmë të kualifikuara automatikisht për finalen. Ndërsa vendi ynë Shqipëria kaloi në finalen e 17 majit në gjysmëfinalen e parë në 13 maj me një performancë të jashtëzakonshme nga grupi Shkodra Elektronike, e cila këtë vit përfaqëson Shqipërinë. Edhe kjo mbrëmje u moderua nga komediania dhe aktoria shumë e njohur Hazel Brugger dhe përfaqësuesja e Zvicrës në Eurovisionin e vitit 1991, Sandra Studer. 4 shtetet fituese të Eurovision 2020, si Zvicra, Lituania, Azerbajxhani dhe Malta, u ngjitën për herë të parë në skenë si pjesë e spektaklit, pasi në 2020 nuk patën mundësi të interpretonin për shkak të pandemisë COVID-19. Eurovision 2025 u transmetua ekskluzivisht në RTS1 HD, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1, ndërsa erdhi në shqip në komentin e gazetarit dhe moderatorit të mirënjohur Andri Xhahu. Në ujrat termale të Bënjës, 14 km larg qytetit të Përmetit, të kthyera në një destinacion turistik, ka nisur puna për transformimin e tyre. Lajmi u bë i ditur nga Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro në një postim në rrjetet sociale. Kumbaro tha se në banjat e Bënjës ka nisur punimet për të realizuar një prej projekteve më të bukura në Përmet. Ky projekt përmirëson infrastrukturën, pamjen, rrit ofertën turistike, vlerën ekonomike edhe ruan rëndësinë natyrore e historike të tyre, theksoi Kumbaro. Projekti është investimi i qeverisë shqiptare përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit për Përmetin. Ujrat termike të Bënjës në Përmet konsiderohen si më të mirat në Evropë. Burimet e ujrave termale të Bënjës, apo siç quhen ndryshe banjat e Bënjës, gjenden 14 km larg qytetit jugor të Përmetit në komunën Petran, vetëm 3 km larg nga vendi ku lumi Vjosa bashkohet me përojnë e Langaricës, e veçanta e tyre është se këto janë burime të hapura në natyrë. Temperatura e këtyre ujrave është 26 deri në 32 gradë Celsius. Ky vend i rrethuar nga një natyrë e paprekur paraqet një përzierje unike midis historisë, aventurës dhe natyrës. Përveç banjave termale, atje gjendet edhe kanioni i Langaricës dhe ura e Katiut.
Muzet e Gjirokastrës mbeten objektet më të vizituara në qytetin e Gurt. Muzeu i Armëve Etnografik apo Banesa Kadare po kthehen në qendra të rëndësishme për nxitjen dhe zhvillimin e turizmit. Vetëm në 4 muaj këto asete kulturore dhe historike kanë mbirëpritur mbi 10.000. Ndodhemi brenda kalas madhështore të Gjirokastrës, një prej monumenteve më të rëndësishme historike. Përveç arkitekturës së saj të veçantë dhe pamjes mbreslënëse, ajo ruan brenda mureve të saj 2 thesare kulturore, 2 nga pikat më tërheqëse për vizitorët, Muzeun e Gjirokastrës dhe Muzeun e Armëve, të mbushur me histori dhe dëshmi të së kaluarës. Këto hapësira muzeale tërheqin çdo ditë turist që duan të njihen më nga afër me trashëgiminë e qytetit të Gurt. Të huajt pasi vizitojnë 2 muzet, atë të Gjirokastrës dhe Muzeun e Armëve, dhe njihen me historinë që mbartin, ngelen të impresionuar. Më pëlqeu shumë Muzeu i Gjirokastrës brenda kalas. Kishte shumë objekte autentik që tregojnë jetën tradicionale. Çdo detaj ishte ruajtur me kujdes. Ky vend është një thesar kulturor që duhet parë patjetër. Vizita jo në kalan e Gjirokastrës ishte një përvojë mbreslënëse. Muzeu i Armëve na la shumë përshtypje. Mënyra si janë paraqitur armët dhe historia që përsidhet është shumë interesante. Gjithashtu pamja nga kalaja është thjesht mahnitëse. E gjithë kjo na ndihmoi të kuptojmë më mirë historinë dhe kulturën vendase. Që prej fillimit të vitit dhe deri në muajin prill, muzet e qytetit i kanë vizituar rreth 10.000 vizitor, rreth 3.000 vizitor më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Fluksi i turistëve në Gjirokastër është një motiv më shumë që pronarët e banesave karakteristike t'i shndërrojnë ato në bujtina. Bonusi i rjetëzimit nga ana tjetër po luan një rol të rëndësishëm duke ndihmuar banorët në sistemimin e banesave, që strehojnë gjithnjë më shumë vizitorë të ndryshëm dhe që zgjedhin Gjirokastrën si destinacion të pushimeve të tyre. Zhvillimi i turizmit gjatë viteve të fundit ka bërë që shumë objekte banimi të kthehen në bujtina dhe guest house. Denisa Pesha, një prej banoreve të lagjes Palorto, shtëpinë shumë vjeçare të fëmijërisë së saj, prej 3 vitesh e ka kthyer në guest house për turist, kjo fal përfitimit edhe nga bonusi i rjetëzimit. Në fakt, iniciativa erdhi vetvetiu duke parë që sezoni turistik sa vende zhvillohej, gjithë sektori i turizmit ishte në një shpërthim, sidomos pas pandemisë. Me thënë drejtën, kjo ka qenë shtëpia ime e fëmijërisë dhe ne kemi qenë gjithmonë me idenë që mbas viteve 90 zona historike ishte shumë e vështirë për t'u mirëmbajtur, kishte kosto shumë të larta dhe ne u zhvendosëm familjarisht në pjesën moderne të qytetit. Me kalimin e viteve pastaj menduam që do ishte gjëja më e mirë që të bënim që ta restauronim edhe ta vinim në shërbim të sektorit të turizmit. Çfarë ka të veçantë kjo shtëpi nga shtëpitë e tjera gjirokastrite? Kjo në fakt nuk është se ka shumë të veçanta në modelin e ndërtimit, është pak a shumë si gjithë shtëpitë kull të Gjirokastrës, është monument kategoria e 2. Edhe e veçanta e kësaj për mua janë kujtimet. Turistët që vinë këtu, më thënë çfarë ju ofroni juve kryesisht? Është modeli i apartamentit duke parë se kishin nevojë për më tepër hapësirë, kishin nevojë për më tepër histori, kishin nevojë për më tepër dashuri, më tepër zemërgjerësi, edhe çdo gjë që mund të ofrojë një gjirokastrit i mirëfillt për ta mirëpritur ashtu siç duhet mikun. Gjirokastritët me shumë dashuri dhe modesti kanë hapur dyert e banesave të tyre, karakteristike për t'u ofruar vizitorëve të huaj disa ditë pushimesh. Në përgjithësi Gjirokastra është e sektorit 1, 2 ose maksimumi 3 ditë, pra kjo pjesë ka nevojë shumë urgjente për t'u zhvilluar. Pasi trashëgimia është një sektor i veçantë edhe më tepër ditë më të gjata preferojnë nëpër plazhe apo në zona të tjera dhe pjesa e trashëgimisë mbulohet me 1 ose 2 ditë. Ndër të tjera, Denisa na tregon se vizitorët që ka patur në apartamentin e saj kanë qenë nga vende të ndryshme si Brazili, Australia, të cilët edhe rikthehen përsëri. Ishte shumë e pa besueshme edhe për mua që të mendoja që këtu kam njohur njerëz nga të gjitha anët e botës, duke përfshirë edhe Brazilin, duke përfshirë dhe Australin, duke përfshirë dhe Azerbajxhanin,
Europa është e padiskutueshme. Si ka qenë këto ditë për juve duke qenë se ka nisur, pra ka startuar sezoni turistik? Në fakt për mua gjithë viti ka qenë punë, po punë e mbushur me shumë dashuri. Unë tashmë jam një person tjetër në mënyrën e të menduarit, në mënyrën e të zhvilluarit, në mënyrën e të dashuruarit të qytetit. Lëvizje ka pa diskutim edhe e përgjithshmja është shumë pozitive. Pra, nëse njerëzit duan t'i dedikohen këtij sektori, është një nga gjërat më të mira që mund të bëjnë. A ka turistë tek ju që rikthehen përsëri sepse ngelen të kënaqur? Me thënë drejtën, nëse ju do shikoni librin e përshtypjeve, as unë nuk e kisha besuar dhe menduar ndonjëherë, po patjetër edhe krijohen edhe miqësi të reja në të gjitha anët e globit. Qyteti i Gurtë i Gjirokastrës ka zgjuar kuriozitetin e mirë turistëve vendas e të huaj për ta vizituar dhe për t'u njohur me vlerat dhe historinë e saj. Pas rrugëtimit 4 vjeçar në shkollën profesionale Thoma Papapano, të rinjtë kanë më të sigurt hyrje në tregun e punës. Ata shprehen të kënaqur nga zgjedhjet që kanë bërë, ndërkohë që apelojnë për ndjekjen e degëve të zanatit. Janë maturantët e shkollës profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër në ceremoninë e certifikimit, të pajisur me të gjitha aftësitë dhe kompetencat profesionale. Pas 4 viteve studim në degët shërbime në mjete transporti dhe teknologji informacioni e komunikim, sot ata janë jo vetëm të aftë të ushtrojnë zanatet e tyre, por edhe të vazhdojnë studimet e larta. Ne pas 4 viteve studim të shkolla profesionale këtu në Gjirokastër, Thoma Papapano, ndihemi plotësisht të përgatitur për një të ardhme sa më të mirë dhe për të studiuar në një universitet në Tiranë për informatikë ekonomike. Kam mësuar ndaj shërbimeve të automjeteve dhe jam shumë i përgatitur për shkollë të lartë. Unë do të vazhdoj degën e inxhinierisë mekanike. Gjatë gjithë kohës, shkolla më ka krijuar mundësi për të punuar, praktikën dhe kam bërë në servis, kam ecur, kam mësuar. Keni një biznes familjar, të themi? Po, kemi biznes familjar që punoj unë, punon edhe Xhaxhai. Të bindur tashmë se je ka vlejtur zgjedhja që kanë bërë 4 vite më parë, apeli tyre shkon për të gjithë ata që janë në përfundim të ciklit arsimor 9 vjeçar. Unë i them gjithë të rinjve që të vinë të studiojnë tek shkollë, pasi pas një studimi 4 vjeçar ata do të përgatiten në profesionin e tyre. Sugjeroj që të gjithë të rinj duhet vinë të vazhdojnë shkollën këtu. Mësojnë shumë rreth automjeteve. Shkolla profesionale u jep shumë mundësi për jetën e tyre, për të vazhduar para, marrin një zanat, një profesion dhe e kanë jetën të siguruar. Gjatë këtij viti mësimor, që është drejt përfundimit, shkolla Thoma Papapano frekuentohet nga 150 nxënës që vinë nga zona të ndryshme të rajonit jugor. Për vitin shkollor 2025-2026, ky institucion arsimor ofron programet hoteleri turizëm, TIK, termohidraulik dhe shërbime në mjete transporti. Djerimi i tokës së buqësore në Gjirokastër ka bërë që të zbehen edhe shumë profesione që lidhen me sektorin e buqësisë. Të paktën këtë mendim ndan zëtoristi Gjorgji Kondi, i cili e ushtron këtë profesion prej 31 vitesh. Kondi e lidh këtë gjë me emigrimin e popullsisë të zonave rurale drejt atyre urbane, ndërsa i bën thirrje brezit të ri të jetë më i angazhuar në sektorin e buqësisë. Kur pasioni bëhet punë, ajo nuk është më një detyrim, por një burim kënaqësie që jep kuptim jetës. Kështu e përshkruan profesionin e tij zëtoristi Gjorgji Kondi, i cili që prej vitit 1994, kur përfundoi kursin për zëtorist, nuk ka rreshtur së punuari në tokat pjellore të Gjirokastrës. Sot në moshën 69 vjeçare, ai vijon të kontribojë me përkushtim në bujqësi, një fushë që e ka dashur gjithmonë dhe që mbetet pjesë e identitetit të tij, pavarësisht viteve që kalojnë. Ne kemi punuar që nga Arshelengo dhe më lartë, edhe në fushat e Kalkozit këtej nga Karjan. Kam korë, barra, jongjera, kam punuar për grunjera, për çdo gjë. Që janë bujqësi, kemi punuar me vitre. Kursin e kam marrë në 94, më kam bërë prezetore për maqinë. Puna është shumë e bukur, shumë e mirë, po që se të ketë punë e të marrësh diçka. Se ka shpenzime shumë zëtori. Me vajra, me gomëra, me riparimre, me denguse, me mbledhse, frezë, ka shumë procese. Muaj maj është periudha më me shumë punë në bujqësi,
por ajo që e rëndon është fakti se shumë njerëz janë larguar edhe shumë toka kanë mbetur djerë. Dëshira e Kondit është të vazhdoj të punoj për aq kohë sa të ketë fuqi. Tani në një muaj e gjysmë jemi shumë të lidhur. Një muaj e gjysmë pasaj i vëmë në tako s'ka në punë. Në vjesh pasaj po patëm në intershep për të mbledhur, nuk patëm s'kemi. Prapë se prapë njeriu shpreson, thotë që s'dihet mundet të kthehet diçka. Mundet të rrotullohet prapë historia siç ka qenë me të tjerë njerëz, ose me ata njerëz që kanë ikur. E duan bujësinë, çdo gjë e duan se jemi vendas edhe me këtë tokë jemi rritur këtu, edhe duan që të punojmë akoma. Fal këtij zanati, Gjorgji Kondi ka arritur të mbajë familjen, ndërsa ka fituar respektin e të gjithë fermerëve të zonës, të cilët e vlerësojnë jo vetëm për punën e palodhur, por edhe për përkushtimin dhe profesionalizmin e tij. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, ndajemi së bashku dhe miru takofshim.